Nderuar kryetar, unë besoj se i gjithë kuvendi e nje dhe e ka përcjellë edhe nëpërmjet mediave gjendjen e rëndë kriminale në qytetin e Sarandës. Në fakt u arrestua një shef komisariati, u arrestuan edhe disa pjesëtar tjetër të komisariatit, mirë po bën ky parlament sikur nuk dinte asgjë, bën kjo qeveri sikur nuk dinte asgjë. Ndërkohë që ka qenë raporti prokurorit përgjithshëm në këtë sallë të kuvendit që ka thënë qyteti me kriminalitetin më të lartë është Saranda. Çfarë mase u mor? Asnjë mas, sepse ishte patronazhisti i qeverisë, ishte ai që kishte garantuar votat. Më fal, nëse ju nuk e dini, a mund t'ju informoj që nuk mundet të veproj i vetëm policia e shtetit pa policin bashkiake dhe pa inspektoriatin vendor të mbrojtjes territorit, kur vjen puna të monitorimit të territorit? A mund t'ju informoj juve që drejtori i policisë bashkiake është një i shkarkuar nga radhët e policisë shtetit, i dënuar sepse ka marrë shvet nga trafikantët e drogës dhe është bërë drejtori i policisë bashkiake atje? A mund t'ju informoj juve dhe mediave që t'i bien sot telefonit të drejtorit e inspektoriatit mbrojtjes territorit, a ketë hapur apo të mbyllur? Se ka ikur në drejtim të paditur, ka ikur fshehur, ndërkohë ju vazhdoni e mbani drejtor të inspektoriatit, ndërkohë që është vënë shirit i kuq nga prokuroria në Sarandë. A do të vazhdoni të bëni sikur nuk dini gjë? Shkoi ministri dhe i mori në krah këta njerëz që ishin pjesë e grupit të strukturuar kriminal zyrtarësh që menin rrushfete dhe që e kanë kthyer Sarandën në një skenë krimi të ngjashme me Palermon e viteve 80. Nuk e dini ju këtë? Çfarë prisni ju që të merrni masa për atë bashkinë Sarandë që ka kthyer të vetmin kriter të punësimit? A je i korruptuar, a ke qenë njëri dënuar? Nëse ke qenë njëri dënuar dhe nëse je i korruptuar, i plotson gjitha kriteret për të punësuar në bashki, pavarësisht edhe çfarë ane politike ke. Nëse nuk reagoni, keni parasysh që pasoja shumë të rënda vinë për atë qytet dhe vinë për atë zonë. Keni parasysh që në sezon turistik dyfishohet numri i popullsisë atje nga turistët dhe rreziku bëhet edhe më i madh. Ndaj si kuvend nuk kemi, besoj, detyrë më të rëndësishme se sa të flasim për jetën e qytetarëve, për sigurinë e qytetarëve, për një qytet të rëndësishëm që unë kam nderin ta përfaqësoj dhe mos bëni sikur nuk dini lidhjet kriminale atje, vetëm sepse janë patronazhistët që u shërbyen për të marrë votat në zgjedhjet e majit 2025. Jepini siguri qytetit Sarandës, jepini siguri jugut. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Albana Bokshi.